Partia Socialiste e Vau të Deos ka përmbyllur vitin 2025 me një aktivitet festiv ku u bashkuan strukturat, mbështetësit dhe drejtuesit e saj në një atmosferë urimesh për një vit të ri sa më të mbar për të gjithë shqiptarët. Në këtë aktivitet ishin të pranishëm deputetja Gjenis Qela, kryetari i Bashkisë së Vau të Deos Kristian Shkreli, kreu i qarkut Edmond Dou dhe kryetari i Partisë Socialiste në Vaun e Deos Elvis Preçi. Në fjalën e tij përshëndetëse, kryebashkiaku Kristian Shkreli theksoi rëndësinë e bashkëpunimit dhe angazhimit të përbashkët, duke vlerësuar kontributin e secilit në arritjet e vitit që po mbyllet. Mirëmbrëma gjithëve. E mirë se keni ardhur. Falenderoj deputeten e Partisë Socialiste që merr pjesë sot këtu me ne dhe kryetarin e qarkut Mondin bashkë me Gjenis Qele. Falenderoj që keni ardhur sot. Atëherë, ky vit që sapo mbyllim, siç e dini, ka pas shumë sfida, shumë probleme, shumë halle, por ka pas edhe shumë punë të mira. Besoj që kena bë shumë punë të mira për komunitetin tonë. Gjithashtu, dhe në vitin që vim do të ketë prapë shumë punë të mira që do të bëjmë, sepse na parashiku rreth 6 miliard investime për territorin e bashkisë tonë. Unë nuk po zgjatem më shumë për punë që kena bë, por du m'juru secilit për jush, gëzuar për shumë vjet. Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja, dhe e kaloshi sa më bukur sonde dhe shumë faleminderit për mbështetjen dhe respektin tuaj. Shumë faleminderit. Gëzuar për shumë vjet. Aktiviteti u konceptua si një moment falënderimi dhe mirënjohje për punën dhe angazhimin e vazhdueshëm të strukturave të Partisë Socialiste për gjatë të gjithë vitit 2025.